Italia sjell 2 anije të tjera me emigrant në gjadër ja kur pritet të mbërinë. Në kuadër të marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Italisë, 100 emigrant pritet të mbërinë në portin e Shëngjinit brenda kësaj jave, ku do të akomodohen përkohësisht në qendrën e pritjes në gjadër. Një anije ushtarake italiane me 15 emigrant bëhet me dije se është nisur nga porti Brindisi drejt Shqipërisë. Mësohet gjithashtu se 25 emigrant të tjerë do të nisen së shpejti. Qendrat e pritjes në gjadër dhe Shëngjin janë ndërtuar si pjesë e një bashkëpunimi dypalësh që ka për qëllim të sigurojë kushte dinjitoze për emigrant gjatë qëndrimit të tyre të përkohshëm. Afati maksimal i qëndrimit në këto qendra është 18 muaj, një periudhë gjatë së cilës do të zhvillohen të gjitha procedurat ligjore për sistemimin ose riadhesimin e tyre në vendet e origjinës. Ky bashkëpunim mes Shqipërisë dhe Italisë dëshmon angazhimin e përbashkët për një menaxhim efikas dhe të organizuar të migracionit, duke vendosur standarde të reja për trajtimin dhe integrimin e përkohshëm të emigrantëve në rajon.